Zoti Kadilli, unë dua t'ju bëj një pyetje, ndoshta që lidhet shumë personalisht me njohjet tuaja, po që kur keni ndezur këmbanat e alarmit që tashmë u bë kohë prej atij momenti, keni humbur apo keni fituar më shumë miq të mbështetës? Në radhë parë kam fituar lirinë time, për të thënë atë që mendoj dhe atë që ndjej. Kam fituar hapësirën për të bërë betejën time politike, bazuar në atë çfarë besoj unë, dhe kam fituar shumë miq të rinj, shumë më tepër mbështetje se sa kisha kohë përpara. Kjo është një ftesë për të gjithë ata që e çojnë ndonjëherë në përmend, që të shkëputen nga grumbulli dhe të krijojnë diçka të vetën. Dhe kur them diçka të vetën, jo parti politike, mos keq kuptohemi, ti bashkohen një lëvizje të re. Për ta thënë më thjesht, në historinë tonë për fat keq ne kemi mësuar që Partinë Komuniste e themeloi Enver Hoxha, s'u shfare e vërtet. Kishte grupe komuniste që në vitet 20, 30, kishte Shkodra, Korça, Tirana e tjerë. Enver Hoxha e mori se ashtu i erdhën rrethanat. Partinë Demokratike vallaha e ka krijuar Sali Berisha. Jo, që njëri nga ata. Partia Demokratike që një mozaik i shkëlqyer, që ishte produkt i kësaj lëvizje përbashkuese, ku erdhën njerëz që donin të ndryshonin gjërat. Në politik, unë vetë, po besoj çdo kush duhet të ri vetëm për një qëllim. Ti ndryshojmë gjërat, ti bëjmë ndryshe nga ç'janë. Se po ti lëm kështu siç janë, shumë mirë është ai që drejton qeverinë, shumë mirë është ky që drejton opozitën dhe shohim televizor. Jo, një politikan, një aktivist do të ndryshojë gjërat. I ftoi të gjithë, jo për Kadillin, për veten e tyre, të bëjnë ç'të mundet që të krijojmë një masë kritike njerëzish që krijojmë ndryshimin. Kjo masë kritike e prodhon pas edhe liderin. Nuk është lideri që i fton këta. Nuk na ftoi Sali Berisha të shkonin Partisë Demokratike. E kundërta është e vërteta. Ishim ne që kërkuam kush do i bashkohet një lëvizje dhe erdhën plot figura politike. Ai fitoi mes tjerëve punën e tij. Historia i dha atij shans. Po ishin edhe shumë të tjerë. Ku janë pra këta të tjerët? Këtë unë i bëj një thirrje. Do fitoni lirinë tuaj, do fitoni nderin tuaj në jetën publike dhe politike, dhe do lini gjurmën e njeriu të jetë krenar gjithë jetën për atë që ka bërë. Pra është pothuajse koha e fraksioneve, po thoni ju, qoftë edhe për ta ringritur edhe një herë Partinë Demokratike, cila është alternativa më e mirë për të ardhur më shumë njerëz, se ka shumë intelektual që do donin ta përcjellnin kontributin e tyre, qoftë edhe politik përmes një partie, pse jo përmes partisë më të madhe opozitare në vend, se pavarësisht rezultateve që patën partitë e reja, edhe ato në një farë mënyrë treguan që kanë problemet e veta të brendshme deri në këtë pikë. Janë edhe ato pothuajse parti lider. Jo pothuajse, ato janë edhe më keq, se për fat keq ato janë krijuar nga individ që thënë do bëhem kryetar, jam kryetar partie, tani do bëj partinë. Në vërtetë është në fakt. Ata vendosën të jenë kryetar një ditë. Unë po them qasje krejtë ndryshme, dhe qasja ndryshme është e para është të gjejnë kurajo ato që e shohin se vërteta ulëret aty vërtet, ta bëjnë të tyren. Pa u nisur nga llogaritë e karrierës, po të u nisur nga llogaritë e nevojës për të ndryshuar diçka. E nevojës për të bërë një minimum shërbimi shoqërisë sot. Shoqëria mezi e pret, se edhe këto partitë e vogla, edhe pse nuk kishin asgjë inspiruese, dhe pse janë drejtohen nga njerëz që s'kan kënd mbas vetes. Morën aq shumë vota sa tregojnë qartazi dëshpërimin që ka shoqëria për të kërkuar një zgjidhje. Dhe zgjidhja mund të jetë fare mirë brenda Partisë Demokratike, po nga njerëz që kërkojnë ta rinovojnë, nga njerëz që kërkojnë ta ndryshojnë. Më është bërë shpesh këto kohë pyetja, a do dilë edhe një herë në garë për kryetar të partisë? Unë nuk bëj garë atje ku gara është midis mbretit dhe atij që quhet gastori mbretit. Nuk është garë kjo. Kjo është të krijosh hilaritet, të kënaqësh obortarët. Garë ka kur njerëzit kërkojnë ndryshimin. A jam unë, është dikush tjetër, nuk ka pikë rëndësie. Në qoftë se njerëzit e kërkojnë ndryshimin, dhe këtë e thonë me z, dhe këtë i dalin zot vetes, a qofshin këta antar thjesht partisë, apo njerëz me një hierarki apo me karrierë, njerëz që kanë votuar thjesht partinë, pasi s'kan bërë kurrje të partie, po kërkojnë ndryshimin me z, atëherë nuk është fare e vështirë. I evidenton vetja tyre. Ka shumë njerëz mbase më të zotë se unë që kuptojnë politikën, që kanë çfarë i thon politikës, nga fushat ndryshme, ekonomistë të zotë, biznesmen të zotë, njerëz në media që kanë aq kurajo sa të lëvizin nga këneta ku jemi zhytur të gjithë. Kjo e krijon lëvizjen, dhe pastaj zgjidhja a brenda a jashtë, duke u hapur apo duke u bërë një front të fraksione, kjo është sekondare. Dhe kjo duhet visi produkt i debatit mes këtyre njerëzve. Pra kur të mblidhen këta njerëz bashkë dhe të thonë, po, duam ndryshimin, hajde të gjejmë zgjidhjet, atëherë vjen vetë ndryshimi. Kjo është ftesa ime.
Por mendoni që kjo do ju vinte në një luftë të vazhdueshme me ata që sot janë në parlament, apo me ata që janë në parlament pikërisht prej zgjedhjeve të 2025-s, se ata e kanë zgjedhur dukshëm rrugën e tyre? E sigurt që ata nuk kanë gatishmëri. Të paktën nuk kanë atë gatishmërinë për të qenë të parët. Por jam i bindur njerëzit, e të mos kjo lloj kategorie, që shkon atje ku magnetizmi i pushtetit është. Në momentin që e ndjejnë se çfarë do ndodhi, do të kjo do ndodhi pavarësisht duan ata apo s'duan, do ndodhi.